Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vazhdojnë në rritje pagesat elektronike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Banka Popullore tha se në 3 mujorin e 2 të vitit 2025, undër pagesat elektronike janë rritur me 9% në numër dhe me 20.9% në vlerë. Më shpejt është rritja përmes kanaleve digjitale, transaksionet u rriten me 18.6%, ndërsa vlera e tyre me 28.3%. Dominojnë aplikacionet mobile përmes të cilave janë realizuar 71.3% e pagesave digjitale. Të dhënat tregojnë se qytetarët gjithnjë më shumë po kalojnë tek mënyra digjitale të pagesave, ku telefoni mobile mbetet kanali më i shpejt dhe më praktik. Situata e sigurisë në rajon dhe mbështetja e sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës me pjesëmarrjen e armatës së Maqedonisë në misionin Altea si dhe përvoja maqedonase për anëtarësim në NATO ishin temat kryesore të bisedimeve mes ministrit të mbrojtjes Vlado Mijalkovski me omologun e tij nga Bosnja dhe Hercegovina, Zukan Helez. Ndihet një ndikim i caktuar në Bosnjë dhe Hercegovinë nga Federata Ruse. Jam i lirë të them që është ndikim malign. Për ne shtetet e vogla është mirë që të jemi të integruara në aleancën ushtarake si NATO dhe aleancën politike Bashkimi Evropian, tha Zuka Helez, ministri i mbrojtjes i Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut garanton qytetarët se liria e medias dhe siguria e gazetarëve janë shtyllat e një shoqërie demokratike. Si pjesë e këtij angazhimi në faqen kryesore të internetit të Ministrisë së Brendshme është vendosur një lidhje me regjistrin e sulmeve ndaj gazetarëve, e cila të çon në faqen e internetit të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku dhe publikohet regjistri. Ai paraqit rastet të shkeljes së të drejtave të gazetarëve me detaje mbi llojin e sulmit, vendodhjen, statusin e raportit dhe procedurën. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut njofton ndërprerjen e fushatës zgjedhore në 17 tetor me synim për të marrë pjesë në protestën barkombëtare që do të zhvillohet në Tiranë, të thirrur nga organizatat e dalja nga lufta UÇK-s. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbej të Tiranës duke filluar nga ora 17 me moton drejtësi për çlirimtarët kundër padrejtësisë në Hag. Ali Ahmeti, i cili ishte pranishëm dhe në protestën organizuar në Prishtinë, në cilësinë e bashkëthemeluesit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka pranuar ftesën e organizatorëve për të qenë pjesë e kësaj proteste të madhe mbarkombëtare. Rajoni. Kryeministri i detyrë Albin Kurti është në pritje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e konstituimit të kuvendit. Ta presim aktgjykimin se çfarë do të thotë. Më 30 shtator gjykata kushtetuese doli në përfundimin se seanca konstituive nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e pakicave serbe. Deputetët detyrohen ta përfundojnë seancën konstituive brenda afatit 12 ditor nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Në vendimin e marrë më 30 shtator 2025, kushtetuesi e shpalli të pranueshme kërkesën e parashtruar nga Igor Simic dhe 9 deputetë të tjerë në lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së proceseve verbaleve të seancave të Kuvendit të Kosovës, si dhe vendimeve të nxjerra në kuadër të seancës konstitutive më 26 dhe 28 gusht 2025. Në njoftimin e gjykatës thuhet se seanca nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb dhe Kuvendi nuk është konstituar në pajtim me kushtetutën. Në takimin e Kopenhagenit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shpreu shqetësimin se 2 vjet nga sulmi terrorist serb në Banjsk ende nuk ka patur asnjë adresim përgjegjësie nga Bashkimi Evropian. Posa shënuam 2 vjetorin e agresionit serb në shtetin tim, në veri të shtetit tim. Bashkimi Evropian në vazhdimsi ka bërë thirrje për përgjegjësi, ku deri tani ka pasur 0 përgjegjësi. Është koha për të vepruar në atë që duhet, walk the talk, deklaroi Vjosa Osmani. Ajo theksoi se 2 janë kërcënimet kryesore të sigurisë për vendet e kontinentit, Rusia dhe në rajonin e Ballkanit, Serbia. Of course, consistency that is necessary from the European Union in dealing with both of these aggressors, because you cannot treat one as an aggressor and as a dictator and the other one as a partner for peace. Ka një nevojë për vijueshmëri nga Bashkimi Evropian, sepse nuk mund ta trajtosh njërin si agresore dhe diktatore e tjetrën si partnere për paqe, theksoi Vjosa Osmani para mediave në Kopenhagen. Për të tretën ditë me radhë, dëshmitari 4 i mbrojtjes në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, James Peter Covey, deklaroi se Hashim Thaçi ishte vetëm një urlitse mes ndërkombëtarëve dhe veteranëve të luftës së UÇK-s, duke referuar një dokumenti të cilin Thaçi ja kishte dërguar Bernard Kushnerit nëpërmjet të cilit kërkonte armë për disa persona nga radhat e UÇK-s gjatë periudhës së demilitarizimit. Kombit tha se e kanë kuptuar se i akuzuari po kryente detyrën që ja kishin kërkuar të tjerët. Irzëvendësi Bernard Kushnerit kujtoi se Hashim Thaçi nuk kishte marrë shumë pjesë në negociatat mes KFOR-it dhe udhëheqësve të lëvizjes së UÇK-s dhe në këtë kusht ai ndjente nevojën që ta bënte të qartë për krajën e tij të fortë për udhëheqjen e UÇK-s.
Aktivistja e njohur serbe për të drejtat e njerëzit Nataša Kandić ka ngritur shqetësime serioze për fatin e qindra ushtarëve shqiptar që humbën jetën në rrethana të dyshimta gjatë ushtrimit ushtarak në armatën popullore të Jugosllavisë. Ajo kërkoi nga autoritetet serbe të hapin arkiva dhe të ndihmojnë në zbardhjen e rasteve. Në një prononcim për Radio Europa Lir, Kandić theksoi se Fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka mbledhur të dhëna për shqiptarët që shërbyen në armatën popullore të Jugosllavisë, por ato janë të paplota. Të dhëna tregojnë për rrethana të çuditshme se në kazermat në Serbi ka pasur vetvrasje të dyshuara, tha Nataša Kandić. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Koalicioni Shqiptar Pro Familjes denoncon nismën për miratimin e projekt ligjit për barazinë gjinore. Pastor Akilde Lindita Pano për Media 7 tregojnë disa nga detajet e projektit që në thelb rrezikonte mbarvajtjen e shoqërisë shqiptare. Nëse autoritetet vijnë me projekt ligje të cilat dhunojnë Biblën, dhunojnë fjalën e Zotit, dhunojnë vullnetin e Zotit, vinë të shkatrojnë fëmijët, familjen, atëherë ne do të ngrihemi për të mbrojtur familjen, do të mbrojmë lirinë e besimit, do të mbrojmë lirinë e shprehjes. Dhe natyrisht që kemi nevojë sot më shumë se sa kurrë të qëndrojmë bashkë dhe të jemi syçel, I ngjeshur dhe të luftojmë luftën tonë besim. Sipas tyre, projekti nuk e shikon më gjininë si mashkull dhe femër, por si përkatësie shumë fisht dhe ndërthurur, dhe si të tilla deri më sot janë numëruar 72 gjini të ndryshme. Në projektin e parashtruar për miratim parashikohet ndryshimi I gjuhës me ndjeshmëri gjinore. Ligji, sipas koalicionit Pro Familjes, parashikon ideologjizimin gjinor të fëmijëve në shkolla, ndryshimin e kurikulave dhe trajnimet të mësuesve dhe psikologëve nga organizata jo fitimprurse. Nuk duam ta humbasim brezin e fëmijëve tanë. Është një varg në Bibël që thotë ngrije zërin tënd për të pambrojturin dhe për nevojtarin. Kush është I pambrojtur dhe nevojtari? Fëmijët janë të pambrojtur, jetimët janë të pambrojtur, sepse jetimët do të jenë të parët që do të jenë viktima të kësaj agjende dhe fëmijët e familjeve që prindrit nuk kanë shumë mundësi dhe nuk kanë shumë fuqi të ngrenë zërin për ta. Nëse kjo agjendë do të hyrë nëpër shkolla, do të jetë shumë vonë për të reaguar. Në ndryshime sipas pastor Akil Panos është dhe barazia gjinore në sport e cila shkatron meritokracinë dhe diskriminon vajzat. Kjo pasi sipas tij meshkujt transgjinor kualifikohen të garojnë në kategoritë e femrave. Integrimi I transgjinorëve në strukturat e mbrojtjes dhe ushtri është një tjetër ndërhyrje në ligj, ndërsa institucionet vendimarrëse do të jenë të detyruara të respektojnë kuotat gjinore 30 deri në 50% për 72 gjini, ndër të tjera pastor Akil Pano bën thirrje për ta refuzuar këtë projekt ligj, si dhe për ta larguar nga vendimarrja në parlament. Të mbrojmë qytetin, mbrojmë familjen, mbrojmë kishën, mbrojmë lirinë tonë. Edhe duhet me çdo kusht që ta refuzojmë dhe të bëjmë gjithçka të mundur që ky projekt ligj të dalë nga parlamenti, të kthehet dhe të mos votohet ndonjëherë. Kisha duhet jo vetëm të lutet, por duhet siç kundër dhe Linda tha ta adresojë çështjet siç Gjon Pakzori adresoi, siç Jezus I adresoi, siç apostulli Paul I adresoi. Pra, kisha është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Nga samiti I Komitetit Politik Evropian në Kopenhagen, kryeministri Edi Rama vlerësoi ecurinë pozitive të Shqipërisë në negociatat për anëtarësim. Ai faturoi vendeve anëtare përgjegjësinë për finalizimin e këtij procesi. Ne nuk po presim, ne po vrapojmë shumë shpejt. Ne do të jemi gati shumë shpejt dhe ju takon të mëdhenjve në sallë që të mos presin më, por të na përqafojnë e të na mirëpresin sepse do të jemi një vlerë shumë e madhe shtuar për Bashkimin Evropian. Tha kryeministri I Shqipërisë. Në lidhje me rreziqet e mundshme nga sulmet kibernetike, Edi Rama nënvizoi se Shqipëria sot ka mbrojtjen më të mirë kibernetike. Në lidhje me rreziqet e mundshme nga sulmet kibernetike, Edi Rama nënvizoi se vendi I tij ka mbrojtjen më të mirë në të gjithë Europën. Po kemi qenë objekt sulmi kibernetik, por sot kemi një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Europë. Ne vazhdojmë të jemi objekt I këtyre sulmeve kibernetike të Iranit dhe jemi tërkohën duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë sonë. Zgjedhjet e pjesëme vendore në Shqipëri do të zhvillohen në datën 9 nëntor. Presidenti Bajram Begaj dekretoi datën për zgjedhjet e pjesëme në 6 bashki. Në zgjedhje shkon edhe Bashkia e Tiranës, ndonse kryebashkiaku I shkarkuar Erion Veliaj ka ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese. Presidenca thotë se kjo nuk e pengon të shpallë zgjedhjet, pasi pezullimi I shkarkimit do të vinte vetëm në rast se Veliaj do të ishte ankimuar në gjykatë administrative e do të kishte një vendim prej saj. 5 bashkitë e tjera të vendit që shkojnë në zgjedhje janë Vlora, Berati, Mati, Tepelena dhe Cerriku.
Fuç kushtetuese komentoi kreu I grupit parlamentar të Demokratëve Gazmend Bardhi reagimin e presidentit Bajram Begaj mbi zgjedhjet në Tiranë dhe 5 bashkitë e tjera të vendit. Bardhi akuzoi kreun e shtetit si një robot që komandohet nga Rama. Ashtu siç kishin parashikuar, Bajram Begaj nuk është presidenti shqiptarëve, deklaron kreu I grupit parlamentar. Në reagimin e tij në rrjetet sociale, thuhet se me shkeljen e rëndë që është kryer ndaj kushtetutës, presidenti I Republikës ka rënuar edhe autoritetin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë dhe themelet mbi të cilat ndërtohet shteti së drejtës. Bota. Pas sulmeve me dronë në aeroporte, kryeministria daneze Mette Frederiksen nënvizon ekzistencën e një lufte hibride. Mikpritësia e Këshillit Evropian informal që sollin në Kopenhagen liderët e 27 vendeve, tha se ekziston vetëm një vend I gatshëm të na kërcënojë dhe ky është Rusia, dhe kështu na duhet një përgjigje shumë e fortë. Në Bashkimin Evropian, shtoja jo, të gjithë duhet të riarmatosemi. Tensionet janë të larta pas inkursioneve të fundit të avionëve dhe dronëve rus në Estoni dhe Poloni. Megjithatë, ato mbi qiellin danez ende nuk janë zyrtarisht të lidhura me Moskën. Vendosja e forcave ajrore franceze, suedeze, gjermane dhe britanike për të ndihmuar Kopenhagenin në mbrojtjen e qiellit mbi sa më I tregon nivelin e shqetësimit. Jemi në një skenar provokimi, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni, e cila u bëri thirrje të gjithëve të ruajnë qetësinë. Io penso che non bisogna rispondere alle provocazioni, bisogna attrezzarsi, questo certamente sì. Una cosa che va detta sui droni, sui muri, è che noi ci dobbiamo ricordare che I confini dell'alleanza sono molto estesi. Per cui se facciamo l'errore di guardare solo al fianco est e di dimenticare per esempio che esiste un fianco sud, rischiamo di non essere risolutivi. Nuk mendoj se duhet të përgjigjemi provokimeve, duhet të përgatitemi, kjo është sigurisht e vërtetë, tha kryeministri italiane. Ajo nënvizoi se duhet të kujtojmë se kufijtë e aleancës janë shumë të gjerë. Nëse bëjmë gabimin të përqendrohemi vetëm në kraun lindor dhe të harrojmë kraun jugor, rrezikojmë të mos jemi vendimtar, tha shefja I qeverisë italiane. Edhe Spanja, ndërsa shprehu solidaritet me vendet e vijës së parë, theksoi nevojën për të ruajtur një vizion 360 gradë pa haruar frontin jugor. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa në konferencën përshtyp pas samitit të Kopenhagenit theksoi nevojën e miratimit të një qasje 360 gradë dhe të I konsiderojmë kufijtë të antijashtëm si kufijtë përbashkët në lindje, veri, jug dhe perëndim. Ai gjithashtu përsëriti se për të gjithë kërcënimi I madh me të cilin po përballemi tani vjen nga Rusia, veçanërisht në kraun lindor. Si rrugëzgjidhje, Costa kërkoi që Komisioni të marrë përsipër kontroll politik gjithnjë më të madh mbi vendimet përmes përfshirjes më të madhe të ministrave të mbrojtjes me takime më të shpeshta në ndërtimin e komisioneres Kaja Kallas. Muri I dronëve dhe forcimi I kraut lindor janë projekte që morën mbështetjen më të madhe nga udhëheqësit midis atyre të propozuara nga Komisioni si prioritete në dokumentin e ndarë me kryeqytetet dhe që formuan bazën e diskutimit në Këshillin Informal të Bashkimit Evropian mbajtur në Kopenhagen. Brenda 2 javësh, Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas pritet të paraqesin planin për mbylljen e boshllëqeve në mbrojtjen europiane deri në vitin 2030. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.